Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në kanalin tim dhe mirë se erdhët në një tjetër video. Ne po dalim tani, po shkojmë për të ngrënë një mëngjes të 4. Vetëm një kemi hequr sot. Vetëm Kahin nga i shkollë, Oktavia nuk do të shkonte në kopësht. Jo, Miki mos mami, së shpis. I përshim Miki momentin se ishte duke kapur disa rrota të koshit. Tani, po thoya që Kahin e kemi çuar në shkollë, si normalisht si çdo ditë se është e detyruar, ndërsa zonjusha sot nuk donte të shkonte, jo s'dua. Edhe kështu siç po ju thoya do ha mëngjes, edhe e po ju thoya që Oktavin nuk e kemi çuar se u mbyll nga memoria. Se nuk donte të shkonte kështu. Ne po ikim tani, burri më tha mua jepi vet, meqense e ke gati. Unë e kam shumë qef në fakt të jap makinës, Ivi ka ndonjë qef të madh të bëj rrugë me makinë. Po ngri vllai në jetë. Do ti vasa? Majnë vasa. Qa më jetë? Do ti vasa? Kalamajat. Po shikojnë Tali, miti. Lati, më kisha koma lati. Një total një lati. Si po shikojnë ju. Sa dhe lati? Lati. Po lati ku i ku lati? Ja. Kali e dha tani Kali. Gjoj Oktavi. Si veshur. Aja lati. Haruam mëngjesin dhe erdhëm këtu tek Lidl për të marrë ndonjë gjë sepse po thoya Ivit nuk s'po ka më ide çfarë të bëj. Sa Ivi hajde ndrojë në supermarketin, mbase kur ndron supermarketin është më ndryshe të vinë një ide re. Jo, çokoladë. Mos merr kuliak. Ska një ca gjëra me ofertë, këto për shembull më pëlqyen për të pirë çaj, por, sot lezesh me fobi. Por nuk dua të blej asnjë gjë, se siç ju kam treguar, po mundohem të jem sa më minimaliste të jetë mundur. Po kjo e lezetshme gjë. Do më duhet mua kjo? Ka i nuk shkuar me laps shkollë, po mos duhet mua nga këto gota që përdorin fëmijët kur ishin të vegjël. Sa interesant. Jemi këtu në një pjesë tjetër të video, se kam des mikrofonin, mos ndromni nga mikrofoni. Jemi në një pjesë të video, që unë do t'ju tregoj diçka super mega të bukur. Ju që më ndiqni prej kohësh tashmë e dini që unë të paktën në këto vitet e fundit kam marrë gjithmonë kalendarët e Goodie Box. E kam fjalën për këto advent kalendarat. E di është shumë shpejt. Ju do thoni tani fund shtatori, por po tani fund shtatori sepse duhet me patjetër të bëni zgjedhjen e duhur nëse keni ndërmend se të merrni një kalendar adventi. E voilà. Këtu është kalendari im i adventit. Ju e dini që unë i kam shumë qef produktet tu dhe jo më kot, por të gjitha produktet e Goodie Box që përmban këtu, jo vetëm këto dhe ato që ju vinë me kuti mujore, janë të gjitha produkte origjinale dhe produkte të cilat kushtojnë shumë. Dhe ajo që është e bukura është se këtu janë shumica e tyre janë me përmasat që ka reale produkti, shumë pak janë travel size, të tjera janë pothuajse të gjitha full size. Që vlen të theksohet këtu, shihni sa të bukur janë këta sirtarët. Janë të gjitha me produkte, sigurisht kemi 24 produkte dhe nga këto 24 produkte keni 22 marka të ndryshme. Fillojnë të gjitha nga, nuk e di, nga krërat, se nuk dua t'ju tregoj, nuk do t'ju bëj shumë spoiler për këto, se dua që t'i keni surprizë, por nga krërat, nga produktet, nuk e di, nga serumet për fytyrën, larës fytyre, peshqira, çdo lloj gjëje të mundshme keni këtu brenda, dhe e bukura është se këtu brenda ka produkte me vlerë 622 euro, por çmimi i kësaj që shitet është 159 euro është çmimi i kësaj real dhe me 40 euro që do t'ju japun kodin këtu që mund ta vendosni ju e merrni për 119 euro. Pra 119 euro për gjitha këto produkte që siç ju thash janë me vlerën 622 euro dhe ajo që është e bukura keni këto supermarkat si Pixi, Terre de Mars, do të thënë keni pa fund markat më të mira, do t'ja vendos këtu disa marka që keni dhe gjeni këtu brenda.
Një produkt që është i kushtueshëm, sa që bën e gjithë kjo, do me thënë, është kutia numër 7, që do të hap ta shihni, vetëm ndoshta atë ju tregoj, dhe ajo kushton 115 euro. Pra, llogariteni vetë se sa fitim keni në momentin që blini këto. Dhe ajo që mua më pëlqen më tepër nga të gjitha, është fakti se kur merrni këtë, kur blini këtë, do me thënë ashtu siç kam bërë unë çdo vit, nuk keni më nevojë fare që të blini produkte fare gjatë gjithë vitit. Pra, jeni të mbuluara për gjatë gjithë vitit me të gjitha produkte dhe siç thash nuk janë thjesht produkte koti kështu, ku diun ka paleta, çfarë nuk ka këtu brenda. Nuk janë produkte koti që okay, për një gjë janë 10 co, por janë të gjitha për gjëra të ndryshme. Siç ju thash dhe paleta dhe maskara, çdo lloj gjëje gjen këtu brenda. Dhe ju thash që nuk keni fare, po fare më nevojë që gjatë gjithë vitit të bleni produkte të tjera. Unë ja u sugjeroj realisht nga zemra këtë, pra 24 produkte, s'kemi vetëm këtë, kemi dhe një tjetër këtu. Nuk e di, nuk kam çfarë t'ju them më tjetër. Sa arome mirë që vjen. Nuk kam çfarë t'ju them më tjetër, po ju hap vetëm një kuti, po ju hap atë që është produkti më i shtrenjtë të gjithë kutisë, pra që ky kushton aq sa ju do e merrni të gjithë këtë. Kemi këtë këtu. Mund të bëni dhe kërkimet tuaja. Pra po ju hap vetëm këtë, kemi këtë këtu nga Symbiosis, ky është serum për pjesën e syve. Unë e kam përdorur këtë markën dhe jo vetëm e pëlqej, po nuk e di, adhuroj, është nga ndër më të mirat që mua më ka pëlqyer dhe kam dashur gjithmonë t'i riblej, u kam treguar edhe ju dhe jam shumë e lumtur që i kam të gjitha këtu. Janë fantastike, nuk di çfarë t'ju them realisht për këtë, e pëlqej shumë, e pëlqej vetë shumë, do të thënë i përdor të gjitha vetë këto dhe prandaj ja u sugjeroj me të vërtet këtë. Me të vërtet ja u sugjeroj. Kështu që, po, mos harroni të përdorni kodin që të përfitoni 40 euro ulje, merrni gjitha këto produkte super lirë dhe jeni të siguruar për gjithë vitin. Faleminderit për vëmendjen që kushtuat kësaj pjese të videos, po ju lë në vazhdim të vlogut. Herëtëm në shtëpi, morëm kajt këto nga Minecraft e ka kjo, nuk e di çfarë është. E pëlqen kaj këto, edhe i blem këto tek Lidl me qenë se ishin para se të ikim ne, më erdhën këta bukuroshe, këto janë një nga 3 setet që unë bleva për të organizuar të gjitha gjërat që kam në kuzhinë, këto ushqimet flas. Ky është xham, edhe e ka këtë si bambu kështu, edhe me vakum. Janë super të bukura. Përfshin edhe këto këtu bashk. Fakut më kam porosit dhe ekstra këto, po gjithsesi këto i përfshin. Mund të shkruash edhe vetëm me këtë si relapsin këtu, Edhe këta, do t'i bëj pastaj. Nejse, mora tek Lidl një nga ky planifikues javor. Unë kam një, po nuk e kam kaq të detajuar. Po ky është i lezetshëm, e mora se për kështu. Këto janë kështu, domethënë fletore. I kam marrë kot që bëjnë shënime te shkolla. Po ky bllovi këtu. Një pje për ka këto bukuroshe që i hedhim tek gjërat me mysli që bëjmë, një recel me pak sheqer, shumë pak. Këto janë shumë të mirë, në fakt nuk e ndjen fare sheqerin. Vez, boronica, mora një si këto makaronat, kështu që përgatiten janë shumë mira, i ka i qef. Shkuam dhe tek Rossmann, mora 3 pasta dhëmbësh për secilin, për mikrin është dhe kjo ekstra, nga Elmex, ja u kam treguar që këto marr prej kosh. Secili ka të vetën. Vetëm këtë e hapëm në, kjo është e Kajit, kjo është e Ogit, kjo është e Kajit, kjo është e Mikit. 02 612 dhe 26. Se nuk i kemi asnjë me moshë të njëjtë që ta përdorim. Do të thënë 26. Kemi këta, po Viki s'ka bërë akoma 2 gjithsesi. E marrim kështu më vete sepse ata i shtypin ndonjëherë si për pastës dhe unë e kam si bezdi. Ne tek puna për shembull fëmijëve ja u laj me një pastë të gjithëve, edhe unë e kam shumë bezdi kur prek ajo, do të thënë koka e tubetit ka furçën e secilit, mua ma shpif, kështu që prandaj ja marr më mirë veçmas të treve fëmijëve. Bananet bio, mango, mora një sheg për fëmijët, sirlapsa për vete për shkolla, unë kam 500, po e keni parasysh këto sikur të motivojnë. Pastaj buke dhe kështu gjëra, këto janë makarona për supë. Mora këtë shampon tek Rossmann për kaçurela, shumë e mirë. Sa herë që i laj me këtë dhe dua t'i lë kaçurela, më rrin shumë bukur. Diku 4 euro është kjo, 3.80 mbase. Ka edhe kremra dhe gjëra të tjera kjo, po unë i marr vetëm këtë sepse unë nuk është se i stiloj me krem. Jo për gjë, po s'kam kohë. Pjeshk, moll, siç e shihni, mora edhe këtë për rrobat, me që të kujtova atje, ky bluja ka aromë të mirë. Mora gjithashtu nga këto letrat kështu, pra për tek shkolla për të shënuar. Mora Kos Bio dhe mora edhe këtë kefirin për fëmijët. Unë personalisht nuk e pëlqej fare kefirin, më vjen për të vjellë sa herë pi,
por e mora për fëmijët. E kam hapur madje tani që ta provonin ata. Më cute që morëm janë këto bluzat që bleva unë, smalli, po të kishte ekstra small do kisha marrë siç më të mira, kishte material shumë mirë. 7 euro e paga, gati 8 euro, gati 4 euro bluza, po ishin shumë bukura. Dhe mora këto, ishin bërë me ofertë. U pendova në fakt që nuk mora më, po mund t'i ke prapë herë tjetër. Këto i ka shumë mira Lidl, janë kështu për klefe dysheku, edhe janë shumë bukura dhe shumë mira. Ky materiali kam që prej kohësh i kam marrë tek Lidl, ndoshta 4 vite dhe i kam gjendje shumë të mirë edhe kjo. Kështu që më pëlqejnë. Mora për krevatin e ri që do bëjmë, që do montojmë sot. Unë montova një pjesë dishte shumë i mirë. Tani që morëm këto bukurosh. Nuk e di çfarë morëm tjetër, po ujë. Volvik edhe gjëra të zakonshme. Unë dhe Oki, të dyja bashkë do të bëjmë muffin, se na erdhi kështu një ide për ëmbëlsirë. Edhe normalisht do mundohemi t'i bëjmë sa më të shëndetshëm të mundshme, të mundur, që të mundemi. Me mjaltë, vetëm mjaltë, se unë nuk përdor sheqer të bardhë, vetëm për torta. Që do thuash ti jetë? Ma jep çik kukullën tënde. Oki ka marrë kukullën e vet. Kjo kukulla do që unë ta mbaj gjithë ditën në krah. Ndërkohë këtu kemi mikin që po fle, kam dorën tërës këtu për nes po gjyroj dot. Edhe kështu, do i bëjmë te kjo e madhja që bleva tek Lidl, që ju tregova që janë shumë të mira dhe ishin vetëm 9 euro gjitha këto, në 3-4 copë, është qersh normalisht edhe me këtë, sepse e dini që nuk përdor më asgjë plastike që në kuzhinë, të kuptohemi, në kuzhinë 000. Kështu që do ta bëjmë këtu, se bëhet edhe më mirë, tracohet edhe më mirë, edhe do t'ju tregojmë dhe ju nëse përdorim ndonjë gjë veçantë. Po ju tregoj një vrap të përbërsa që është Miki duke na ushqyer. Edhe do përdor pak fare nga ky mielli, nuk do bëj ndonjë recetë me gramatur, kështu që s'do ja ulë fare se nuk është se do ju tregoj ndonjë gjë wow. Pak mjaltë do përdorum, pak gjalp, shumë pak në vend të yndyrës, domethënë që më duhet, domethënë që më është kondensuar, dhe këtë nga bima e kokosit, shurupin, nuk e di çfarë do përdor në një nga ato tjera, por kaq, pa sheqer tjetër, dhe është një copë e vogël çokoladë aty për të marrë, mos e bëj me atë, apo dhe pakës fryrës. Atë copën e çokoladës nuk e di do hedh apo jo. Brenda, por po me këtë do ta bëj ndoshta i hedh nga këto mjedrat që kam këtu. Edhe po, thjesht do t'i përzej. Keni parasysh do bëj pak a shumë si pancakes, por që jo pancakes, do t'i bëj tek ato forma. Edhe vezët, sa harrova dhe vezët. Sa për informacion, ky sheqeri, po mami, këtë kam bler tek Edeka, ky është shumë i mirë, nëse doni të bëni ëmbëlsira për shumë është super, se është me 0 kalori. Çao dhe mami gjall. Edhe po e bën asistentja ime. 0 kalori. Unë kam hapur këtu dhe kam hedhur shumë pak, mami. Kam hedhur te kjo këtu që ta kemi në rast kur vinë ndonjëherë njerëz që duan të përdorin sheqer, se unë nuk e pi as civi, sepse unë e pi me qumë. Këtë sheqeri shumë i mirë. Pak a shumë si i kafi, po ky është, mendoj unë, më i mirë. Kështu do ketë kjo bukuroshja. Ja, dhe këtu kemi këtë format e muffins. Kam bler këtë tjetrën, sepse ajo tjetra që kisha ishte bërë pak si me kështu të zeza anësore dhe unë nuk e shoh dot fare, ose të mira ose tjetër. Dhe i vendosa këtë format, kështu le ta hedh. Bezdje kam këtë hedhjen e këtyre e këtyre përbërzve, sepse unë mbaj gjithmonë dorën larg, fakti do ta mbaj pak më afër. Okej, unë ndër nuk i hodha fare, po thuajse ndoshta 10 gram gjalp, ndoshta bëra gabim. Nuk e di, po ta testoj mirë kështu. Pa jo nuk është se ajo, mami, ja do t'ja përmi tani një lugë. Jo, mami, nga këto himberit. Dikush është e bukura se kam bërë me sy rastësisht për bërje fiksa për 6 muffin, sa që kam këtë formën, edhe çdo që kështu më bëhet mua. I thot gjithmonë nga që je njeri i drejtë. Edhe gjithkohës kështu më bëhen gjëra. Për shembull shkoj për të bler 1 kile, fiks marr 1 kile. Ose çdo lloj gjëje në përgjithësi. Le ta marrim këtë si një shenjë të mirë. Bëra këtu për drejt pak burandi, vazhdoj të them që ne kështu i themi, nuk e di se si i thoni ju, pak oriz me spinaq, domethënë, pagës me ulliri edhe pagës krip. Domethënë krip tamam, jo pagës pa krip. Ka dalë shumë i mirë, shumë i mirë. Miki hëngrën një pjatë të madhe dhe donte më. Bëra dhe brokolin e hëngrën para se të hanin këtë të dy. Nuk i hodha fare mish kësaj, mendoj se mjafton spinaq. Ndërkohë këtu që i ka ngel vetëm kufoma, kisha bërë fileto salmoni. Kisha bërë fileto salmoni dhe hëngrën fëmijët se e pëlqyen shumë. Doja në fillim të hidhja brenda tek burania, po pastaj thash lëre, mos t'ja ngatroj kot shihet se nuk e kam provuar ndonjëherë dhe kisha frikë. Këto i kam marrë tek IKEA, ja u kam treguar, që janë kështu qelsh, janë shumë të mira me këtë
mbërthyesen të kapakut, më shumë në kapakut e Ikea se sa kjo, por gjithsesi janë shumë të mira sepse te puthitet ajo si me vakum, le të themi, kështu që janë shumë të mira. Edhe i ruajnë ushqimet. Kam marrë tek bletaria Mis këto gjërat e mira kështu, mjalt kryesisht normalisht. E mora këtë dhe ky mjalti me qunë është blete ishte super, kjo është nga mosha 2 vjeç. Tani mund të filloj nga pak edhe miki ti ta përdori. Këtë e hanin të 2 fëmijët esëll në mëngjes para ushqimit dhe mjalt me propolis. Sa herë që shihja unë që po na afroi ndonjë virozë, që le të themi kemi qenë shumë mirë këto muaj, mos të qahem kot, nuk kemi patur asnjë lloj gjë, as fëmijët. Kryesisht në verë nuk smuremi, por sa fillojnë këto shkollat, e keni parasysh vetë ju, fillojnë dhe nga pak virozat, por e dim tashmë që janë normale sa të krijojnë imunitetin. Kalvin jo dhe aq, Oktavia dhe aq, por Miki është më tepër ai që i përjeton më tepër këto virozat. Tani dhe do të bëj përsëri porosi se do vi vllai me shoqen e vet, edhe të ma sjellin ata se janë për masa të vogla, këto po janë shumë të mira. Kam edhe me shafranun, ja, këtu me shafranin. S'pe fokusor, po. Dhe këto me shafran, por që këto janë të preferuarat e mia. Edhe tu gjithashtu kam dhe këtë propolisin që është super. Dhe këtë e kam nga ere kaluar, nuk e mora kësaj radhe. Edhe këtë e pi unë sa herë që më dhëmin pak grykët apo shoh se po më vjen një viroz kështu vërtet, është shumë e mirë. Ndërkohë me qenë se jemi këtu, kam edhe këtë timen të kakaos që bëj latte macchiato. Thonë jo pse s'po na del vetë me fytyrë, ja pse s'po dalë se jam si Lena e Mordjes. Edhe e di çfarë do të thoja unë, na ka ardhur një super paket gjigante që kemi bler vetë. Normalisht kemi bler një krevat gjigant për dhomën tonë të thjesht nga një anë, jo të thjesht, më super të thjesht, por shumë të madh. Tani mami. Kështu që do shkojmë ta montojmë ndoshta nesër, nuk e di sot, ndoshta ose të mërkurën do na ngelet të paguon sepse jo ditët e mia të shkollës, fëmijë, detyrat e kajit pas dite, kështu që s'na ka dal koha. Por me zi pres, do bëjmë pothuajse renovim komplet tek dhoma jon. Edhe po, do flema në fund bashkë se këto kohë nuk kemi fjet bashk, sepse fëmijët kanë fjet me Ivin, edhe unë me Mikin. Dyshekët e rinj, se kemi bler dhe dyshek të rinj për krevatin. Edhe ja, te ky po bën Miki, po luan, këtë kanë marrë kalamaja te dhoma e tyre, nuk e di se çfarë. Nuk e di se çfarë kanë ndërmend t'i bëjnë, bye. Për herë të parë po bëj kështu as krepa, as pancakes, nuk janë tamam, janë pancakes krepa. Por për herë të parë po e bëj te tigani inoksit dhe shihni çfarë perle kam bërë, sa mos digjem unë, çfarë perle kam bërë këtu. Se ju e dini që kam hedh të gjitha këto, por dua të blej një makineri që bën krepa nga ato të mëdha kështu, se ne kemi shumë qejf. Edhe i bëjmë pasditeve edhe shumë shpesh, kështu që them të marr atë. Por edhe ky më zgjidhi punë, por thjesht janë pak të vogla kështu. Shihni sa perfekt, as nuk ngjisin fare. Nëse do më pyesni se si e kam bërë që mos të ngjis, hedh vetëm shumë pak, ndoshta një pikë vaj tek tigani, po fillim e kam lënë të nxehet. Jo të nxehet kështu që të bëhet të djegi, por pak, domethënë të nxehet. Nuk e di sa mund të jetë temperatura, ndoshta 100, ndoshta më pak, nuk di t'ju them, por që jo të digjet që të filloj të nxjerrë atë që ti e kupton që është djegur, dhe atë një pikë vaje kam hapur me këtë farzoletën këtu, në atë komplet, dhe duke sikur nuk ishte fare. Lash pakës fare dhe pastaj hodha këtë përbërjen që kam bërë. Pastaj u bë, siç e shihni, edhe nëse nuk bëhet, prap hidhni atë të parën, le të prishet ajo, mund ta hidhni koshës, ta hani ashtu të shkatruar, dhe pastaj kur fillojnë që bën këto flloskat kështu, fillon avash, unë jam me një dorë me një sy, se një kam nga po shihni pak sa perl. Tadan. Edhe unë kam vatrën tek 6, unë kam vatrën me 9, do të thënë me 9 numra deri tek 9. Kështu që kam lënë tek 6. Kemë marrë dhe këtë lampën e lezetshme kështu. Duke ishte qesëm da vë njerë në punë, është si me LED. E kemi marrë në fakt për këtu poshtë, duke pak këndshëm. Më pëlqej ato që janë kështu me atë stilin si që kemi identik tek saloni, por që
Tek është e lezetshme. Tu duket këtu, tani është rëmuj, normalisht e kam lënë derisa të bëj kështu që të mund të rregulloja me ato, pra nuk jam marrë fare siç bëj zakonisht, por i kam lënë thjesht kështu. Edhe do të sistemoj me atë, mezi po pres, e di që do të kenë shumë bukur. Një shkëputje të vogël se bleva tek 81-2 gjëra. Këtë me qenë se e gjeta, nga këto kuntit organizuese kështu për tek dhoma ime. Dhe mora këtë për të bërë dino toast për Karin. T'ja bëjmë më tërheqse, mora një thik. Edhe e gjitha që vajta unë tek Tedi ishte vetëm për këto, sepse në duheshin për atje te krevati për t'i lidhur. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Unë jam bërë gati tani, sapo erdha, fakt sapo zgjidha ripin, se çova Kain në shkollë dhe tani do bëhem gati vetë, edhe pak se jam bërë gati për të ikur në punë. Sot jam në punë, sa të vi nga puna kam diku tek ndoshta 40 minuta pushim, edhe pastaj jam direkt në webinar. Pra bëjmë këto seminaret online nga shtëpia, diku që në 6 deri vonë duke mësuar, pastaj me punë shtëpi, me gjëra shtëpie. E parashikoj sot do të jetë një ditë shumë e gjatë, por e kemi kërkuar vetë këtë, kështu që nuk mund të qahemi. Do shkoj të marr gjëra, do marr një kafe se ma bëri Ivi një të mirë kështu me qumësht, edhe një latte macchiato time të preferuar. Edhe do iki. Jam e motivuar deri diku, se jam pak e lodhur, po më mirë do bëhet, sa të shkojmë atje, të vim pak në vete dhe kështu fillon ajo gjithë. Ndërkohë kam kapur këtë stilin e flokëve kështu, që mendoj se kështu do t'i mbaj pothuajse gjithmonë. As lëshuar as kapur, por kështu. Do vlej ca kapse të lezetshme për këtu mbrapa dhe duken lezetshme këto. Dhe make-upi është me këto produkte të reja që kam bler që janë shumë bukura. Maskara kështu që është nuk kam vënë shumë pak, por që duket lezetshme. Shihni si dalëm kur shkoj për të çuar Kain në shkollë, nga që nuk zbres fare nga makina. Shapka, çorape. Zakonisht i vesh pa çorape, po ja, vesha çorapet sot mëngjes. Ikim. Ist aber natürlich auf die Mitwirkung angewiesen. Also wie soll er etwas aufklären, wenn der Antragsteller sich nicht erklärt? Përshëndetje nga një tjetër ditë. Unë sa u bëra gati tani jam për kështu shumë bazike si çdo herë tjetër. Edhe e di për çfarë bëra unë gati tani, sepse në orën 3 sot kemi grupin e parë, do të thënë 2 orët e para, 2 orë e gjys të para, do të thënë 2 orët e para e gjys, për grupin e sublimacionit. Nuk e di nëse nuk besoj ta dini të gjithë, sepse shumica prej jush nuk më ndiqni në Instagram apo nuk keni Instagram fare, por kam krijuar disa grupe sublimacioni për vajzat që duan të mësojnë të bëjnë gjëra të personalizuara, të sublimuara. Ok, nëse thuhet shqip kështu, por të presuara. Dhe e kam organizuar në një mënyrë që një person që do të marrë pjesë aty, do të marrë të gjitha bazat kryesore që i duhen dhe mbi të gjitha ku t'i gjej materialet, sa kushtojnë, hapja një faqe Instagrami etj. Do të thënë që të gjitha informacionet që duhen për krijimin e një biznesi të vogël, le të themi. Sigurisht kundrejt pagesës, por një pagesë minimale do ta quaja unë në krahasim me çdo gjë që unë kam përgatitur për vajzat. Kështu që po, jam shumë e lumtur, sepse në fakt kishte goxha kërkesë edhe unë kjo gjë më lumturoi realisht shumë. Unë kam krijuar grupe të vogla sepse dua që ti menaxhoj mirë, edhe kur kam pyetje ti kthej pyetje tamam, do të thënë të kemi interaksion ndërveprim me njëra tjetrën dhe jo thjesht që unë të them disa gjëra edhe vajzat të shënojnë në kështu gjëra. Kështu që për këtë arsye mendova se është më mirë që të bëhen kështu. Nuk e di se sa do ta bëj gjatë këtë, sepse qëllimi dhe do të thënë unë kam në plan që faqen time ta mbyll, sepse unë nuk ja dal dot me të gjitha, sidomos tani që kam filluar shkollën, kam një ngarkesë të jashtëzakonshme, shkolla, fëmijët, puna, YouTube, Instagrami, çdo lloj gjëje tjetër që bëj, puna ime fizike që shkoj 2 herë, 3 herë bashkë me mbledhjen në javë, kështu që është bërë shumë e vështirë për mua dhe nuk i marr dot porosit, nuk i mbaroj dot në kohë, kështu që më duhet që të heq dorë nga diçka dhe vendosa të heq dorë nga ajo. Po kam bërë një plan të strukturuar, të mirë strukturuar për gjithë ata që do marrin pjesë, që me çdo lloj informacioni të mundur, e kam bërë edhe besor në 2 ditë ndryshme, nga 2:30, kështu
Kështu që besoj se është mjaftueshëm për bazat kryesore, mendoj unë, edhe atë themelin e krijimit të një biznesi të personalizuar. Pra, një faqe të personalizuar me produkte të personalizuar. Lava i bëra dritë këto, edhe i thava dhe tani po i mbush me të gjitha gjërat. Kam edhe të tjera, se kam porositur goxha si këto, dhe janë si shumë, po shumë e mirë, i kam bler vetë. Të gjitha total kushtuan diku tek 70 euro, por që janë shumë të mira, sepse janë qelç shumë i pastër, dhe këtë e kanë si bambu, edhe janë shumë të mira. Kjo nuk më dhe deri në fund, por që janë shumë të mira. Edhe duket shumë bukur dhe estetik. Që ju kam treguar se çfarë kam bler unë ju për dhomën sipër, nuk ja u kam treguar ende se si ka dalë, sepse nuk e kam përfunduar ende, por bleva këto jorganet. O gjemër, ndihmoje pak, o të lutem. Po thoja, ishin me qese me vakumet brenda, edhe brenda ishin kështu janë si të vishkosur, dhe bleva çarçaf, ishin shumë të bukur. Gjitha këto kam bler në Amazon. Kjo është pambuk, shihni sa i bukur është, sa i lezetshëm. Okej. Qa do mëj, mam? është bërë pis? O, bo, e bëri pis. Ne, se po ju thoja janë këto, mora ngjyrë jeshile, nuk ka marrë bezh kësaj radhe, nuk ka marrë bezh. Mora jeshile, luajta pak me ngjyrat, me qenë se është edhe vjesht. Mora edhe një tjetër që është portokalli, do ja u tregoj atë më vonë. Mora 2 si këto, do me thonë që ti bëj, sepse krevati ju në shumë i madh, është nga këto familje mbet, edhe që i bie një 270 me 200 gjatësia. Edhe po, tani do t'i provoj një herë se si duken këto te krevati, që pastaj ti laj. Nëse më pëlqejnë do t'i mbaj, nëse nuk më pëlqejnë, pastaj do t'i kthej. Do t'i mbaj, do t'i laj, pastaj në të kundër do t'i kthej. Kjo ishte ngjyra tjetër. Këtu tek aksioni nesi erdha unë për këto lloje. Ka marrë këtu, por problemi është se unë i doja kështu. Pak më të mda, po i doja me këto motive të luleve. Dhe nuk ka, do më thënë ka, po vetëm një është që kjo, unë doja me modelet të ndryshme, do më thënë vetëm një model është, doja kështu po modelet ndryshme, ose si kjo e madhja. Shëndetje nga një tjetër ditë. Unë isha duke ju folur ju dhe po ju tregoja rrugën komplet, sepse në një moment telefoni im u bë komplet i zi dhe nuk po shihja më fare nëse ishte i kthyer para apo mbrapa, videot i xhironte, po duke komplet e zezë. Kështu që nuk xhirova, po s'kuptoja asnjë gjë. Nejse, ne erdhëm te aksion, siç e pat, sepse do blija unë disa gjëra. 2 gjëra të vogla doja unë, po dolën aty një 200 tjera, por bleva gjëra shumë bukura. Doja t'rregoj sa të shkojnë në shtëpi, ishin shumë bukura. Disa më duheshin, po jo. Çikosa kemi. Po, kemi gjëra shumë mira, budalliqe, sa duar. Edhe kështu që i mora ato të ja t'rregoj në shtëpi, ngjyrat janë nuk di sa të bukura janë. Erdhëm në shtëpi, shihni çfarë kam marrë. Disa gjigante janë këta, por nuk duken. Fakt po ta llogarisësh të gjysmë me bufes. Kemi marrë 2 copë bashkë me kapak. Edhe kam marrë për të organizuar gjitha gjërat që janë poshtë tek kati në ndeshëm. Dhe Action më duk mua, aksioni më duk mua sikur kishte më të lira nga të gjithë. Domethënë, një nga këto bashkë me kapak shkoi 17 euro, gati 18 euro, 17.600 diçka e tillë kështu. Po më të lirë nga të gjitha njëherë, se këto kiku 8 po njëherë. Unë jam në kuzhinë, po ju bëj një hol kështu. Këtë e ka marrë për një bebushe, mora tek aksioni, më pëlqeu shumë materiali, se kishte hap dikush tjetër këtë atje, jo këtë, domethënë si ky, edhe më pëlqeu shumë. Tani mora këtë pasqyrën e bukur, un kam pasqyra në fakt, por kjo më pëlqeu shumë, siç e shihni ka këto detaje të drurit, edhe do ta vendos tek dhoma ime, se them të heq atë tavolinën make-upit, se u s'bëj kur make-up tek dhoma, e bëj në tualet, edhe nuk e di, do t'i gjej diçka tjetër, domethënë një vend tjetër. Jekën fokus i kësaj nesër. Tani, ka marrë këtë kornizën. Plani ishte që unë doja 3 korniza si këto, 3 ose 4, po me dizajne të ndryshme, deri në 3 doja në fakt. Dhe i kam shumë qejf këto, se i dua për tek dhoma ime dhe i doja që t'ishin kështu të lehta, edhe sikur të rrezoheshin, ose ku di unë i merrnin fëmijët t'i hidhnin, nuk kishte probleme. Por nuk kishte, domethënë kishte si këto, po si ky model, ja 500 lloje, 500 copë. Unë tani doja 3-4 lloje të ndryshme, se normalisht nuk do të çoj këtë si kopje atje. E kjo ishte 30 me 40, unë e doja 40 me 50, po gjithsesi dhe 30 me 40 ishte okay.
sepse unë i kam qef gjërat e mëdha, dhe sa më të mëdha të jenë gjërat aq më e bukur, aq më hapësirë duket sikur ka dhoma. Tani, Ivi tha, po merr këto, dhe këto që janë shumë bukura. Pash një herë e para nuk më pëlqeu se ishte kjo e zeza, po thash, okay. Unë i kam dyshuar pak dhomat, ngjyrat e këdhoma ime dhe thash, okay, përshtatet. Pastaj kur pash të bukuroshen poshtë, këtu, ma prishi mendjen. Thash, okay, po e marr, se ka kjo këto ngjyrat e bukura. Pastaj këtë që pas ka hedhur Ivi kështu, normalisht burrat as duan t'ia di fare se kush është ajo që t'i ege me rak. Nëse këtë e kam marr për në sallon, duket e vogël kështu, po është e madhe, për bataniet që mbajmë në sallon, se i hapin fëmijët kështu sa ndesa këtej. Mora këtë. Pastaj mora këtë mbulesën e për buk, ishte shumë e bukur kjo, për tavolinën ishte koton lino, thoshte, sa e bukur, pëlqeu shumë, është më e bukur live, edhe doja të mirë edhe pecetat se kjo po s'kisha kohë fare. Mora pecetat e tjera që janë, ku vajtën këto. Ishin shumë bukura dhe u pendova shumë që nuk mora dhe disa të tjera, por sot ishin pak shpejt. Këto janë 100% koton, janë 50 me 70, më tepër kur vinë njerëz, normalisht se ne përdorim këto farzoletat një përdorim. Mora këtë për lulet që më blen Ivi, ose që blej vet, edhe ishte shumë e bukur. Kjo s'ishte as 2 euro, ishte shumë e lezetshme. Kam marrë dhe një tjetër unë, po është e vogël, atë e mbaj për kafen. Pastaj mora këto për mikin. Këto ishin pak të vogla, por ja mora tiket kështu për natën, sepse i ndron shumë shpesh derisa të heqi panolinën një herë i duhen. Pelenën i duhen. Edhe këtë mora për atë bebushin. Pastaj këtu i mora çorape fëmijëve që t'i kenë në përditshmëri. E morëm këtë për fëmijët, kajnë kryesisht. Mora këtë si dardh, kishte edhe moll, po vetëm dardhën mora. Për ta vendosur tek tavolina e mesit që kemi aty në mes. Mora këto, më pëlqyen shumë për këtë mbajtsen, sepse unë kështu druri kam gjitha, po për mbajtsen, edhe nuk ishte shumë e shtrenjtë, shumë e bukur kjo. Normalisht dru. Çorape për okipokin. Pastaj mori Ivi këtë për aromë, për tek tualeti, zakonisht i mbajmë në këto. Nuk e di se si është kjo, po ju duk interesante dhe e mori dhe e zgjodhi, normalisht nuk ja ktheva. Pastaj mora këtë, shikni sa e bukur është, sa më pëlqeu. Për në një vazo, do ta shoh se ku do ta rregulloj, por për tek dhoma ime mora kryesisht. Mora edhe këtë, më duket pas kam marrë 2. Ajo, këtë e mora për mikin që ta ketë kështu për përditshmëri, edhe pse kjo ishte e vogël, por e mora për përditshmëri. Pastaj mora këtë tjetrën për në tualet, që shtrohet që mos të rrëshqasësh tek pjesa e dushit. Ne e kemi, por unë i ndroj shumë shpesh, do të hedha atë do çoj këtë, i ndroj gati një herë në 2 muaj, se më gjanë sikur bëhen pis këto, sado që janë në vazhdim, në kështu larje të vazhdueshme. Po heq këto lulushet që ju tregova, që ishin shumë të bukura. Mora këtë si tip tabaka druri, por nuk e mora në fakt për çuar gjëra, po e mora për tek pjesa e tavolinës së mesit, të çojmë ndonjë gjë. Okej, si vërtet sigur është mësuesja e mikit. Mora edhe këtë kornizën, pëlqeu shumë, nuk jam fort e sigurt ku do ta çoj, po diku do e gjej vendin. Unë jam fiksuar me këto lulet kështu, me këto dizajnet me florë, gjëra të tilla. Tani, mora këtë për Okin, e mori vet, fakt nuk ja mora unë, po ja mora këtë sepse këmguli, po nuk doja që t'i blija rroba të tjera, se i bleva boll, edhe këto lupit e Okit. Pastaj edhe këtë e mora për atë bebushin e vogël. Këto pastaj i morëm që t'i kemi gjatë kohës, dhe mora disa luke dhe piroj inox, sepse kisha disa të tjera inox, po që ishin si të lara me gold, domethënë gjurë tjetër, kështu i hodha ato dhe i bëra gjitha njësoj. Këto i morim shumë Ivi, tha kur gatua ndonjë ëmbëlsirë, nuk ishin shtrenjtë as to, dhe mora këto organizuese kështu për tek këto lapsat, lapsat e fëmijëve. Këto janë për luk piron gjëra, kuzhine, po unë do t'i përdor për tek lapsat, lapsi, sepse tek këto të kuzhinës unë kam këto të tjera që ka vetë. Edhe këto mora disa në fakt. Këto gota i mori mike si hiqte në përshamet, po i mbajta me qenë se janë të lezetshme. Më thënë kaq ishin këto të gjitha, kushtuan të gjitha 158 euro. Për këto kështu e mora, sa të bukura janë, edhe bukur ishte që kishte edhe këtë pjesën këtu, që nuk rrshkiste, dhe ka dhe këto në fund që nuk rrshkasin. Do e heq kompletun këta, se do e pastroj, do e laj këtu poshtë, por do t'ja treguar ju se sa bukur që duken. Doja t'i merja në fillim druri, nga këto organizues kështu si dru, po nuk e di, nuk më duken shumë të përshtatshme për këtë, sepse ju e dini që unë po hedh çdo lloj gjë plastike që kam në shtëpi, por
te kuzhina, flasim te kuzhina, në gatim, për shembull pjata, lug, pironj, pizza, gotat e fëmijëve, gota për ne, këto më thënë s'kemi më fare, ose tepsi, budalliqe kështu, ose tenxhere që janë nga këto që ngjisin, që nuk ngjisin, por që kanë ngjyrë, çdo gjë, i kemi të gjitha inox, edhe qelq, edhe dru, domethënë vetëm këto të treja. Dhe jam shumë e lumtur për këtë, jam shumë e lumtur që i kam hedhur gjitha, por në për organizuese dhe në për gjëra po mundohem të i marr sa më shumë rob, material rob, edhe dru dhe ato, por shpeshherë na duhen dhe këto, por janë gjëra që ne s'kemi ndonjë kontakt wow, kështu e di, thjesht rrin aty të organizuara. Kështu, tani unë mora dhe mish, sepse aty sa po del nga aksioni është një dyqan turk, edhe futa kishte mish viçi, edhe mora pak, sepse ishte shumë i mirë, mora 2 kile, i ndava tani dhe po gatuaj pak mish për fëmijët, të shkoj të marr Kain nga shkolla, sepse i vajti orari, dhe Okin e kemi në shtëpi, Oki e ka atë kopshtin si shkollë natës, domethënë njerë vete, kur do vete, kur s'do vete, si t'ja japi, dhe ne si t'na japi. Po, zemër, vetëm të lutem mos shkruaj. Ta rroba unë, këto për shembull janë të lezetshme edhe tek sirtarët ku bëni tualet, domethënë aty ngjajnë shumë bukur, po të marrësh disa si këto se ka për masa të ndryshme, po të marrësh si këto të organizosh për shembull lapsat më vete, rimelet, maskarat më vete, sfungjeret më vete, duket shumë bukur sepse rregullohen shumë bukur po ti marrësh për masa tamam. Kështu që ja u sugjeroj nëse i doni si këto për tek tavolina e make-upit, por jo vetë. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Unë sa çova Kain në shkollë në fakt, dhe siç e shihni këtu jam veshur, poshtë kam një bluzë me ripa, lart kam këtë. Kështu vishë më kurçoj Kain për shkollë dhe nuk dal fare. Sidomos kurçoj vetëm Kain, se normalisht për Octavian dal, por për Kain fare, thjesht hap derën dhe ik. As derën nuk e hap se hap vetë gjitha. Kështu që nuk më duhej, unë s'kam hequr ende ripin, jam shumë përgjumur sot. Edhe jam ngritur sot, shumë emocionale, kam që dje në fakt shumë emocionale, se ishim, dje Ivi ishte turni i dytë dhe unë isha duke vendosur fëmijët në gjumë, ishim bashk, edhe tek dhoma ime, dhe pastaj në një moment Kalvin siç apo bënte diçka të bukur dhe unë i thash të bëj një foto, edhe ai tha po, pastaj fillova t'i bëja të gjithëve, edhe bën një foto të tre bashk, edhe nuk e di, domethënë edhe një video, dhe unë sa herë shihja në ato moment ato videon edhe ato fotot, më vinte për të qarë, nuk e di. Ndoshta fakti se po rriten, ndoshta fakti kur luajnë me njëri tjetrin, është shumë bukur t'i shohësh. Besoj prindit që kanë 2-3 fëmijë kështu e kuptojnë këtë që jam duke thënë. Është diçka shumë e bukur kur ishe ashtu të rriten bashk, edhe nuk e di pse më kapi një kështu emocion dje dhe më vinte vetëm për të qarë. Edhe sot në mëngjes, edhe më fiksua më tepër se doja të bëja një reel në atë këngën e Taylor Swift, ajo Crazier, që është bërë tani kështu virale, që kam bërë një mix të vogël, edhe gjova sot mëngjes prapë qafë. Dhe pastaj, pas asaj më doli një këngë e vjetër e Miley Cyrus, 15 vite më parë, ajo When I Look at You. Wow! To janë këngët e mia, do më thëmë 15 vite më parë, unë këto i gjojnë mbi 500 herë, i di të gjitha përmendësh, edhe muzikën, edhe çdo lloj gjëje përveç tekstit, po. Sa të bukura, janë shumë bukura dhe nuk e di mu kthye komplet fëmijëria ime, do më thënë çdo lloj gjëje, është shumë bukur. Këngët janë diçka shumë e bukur, sepse realisht mbartin shumë kujtime, edhe të sjellin shumë gjëra të bukura ndërmend, edhe emocionohesh, kështu që shqyr që janë këngët e vjetra që nuk ikin asnjëherë. Unë tani do pastroj pak makinën se kam një qese këtu, se fëmijët e kanë bërë pis edhe Ivi e ka vdekje makinën kur ja bëjnë kështu pis. Edhe, me të drejt, normalisht, po fëmijët dihet ajo nuk kanë limite fare, plus themi nëse s'ka gjë vetëm rri, mos lëvizë, mos bëj, edhe ngelen ato mullar, kështu që mora këtë ta pastroj pak, të heq edhe këtë ripin se sigur do ikin në kin. Ndërkohë nuk e di çfarë do bëj me flokun, shihni këtu motrën tuaj që është thinjur, po motra juaj është thinjur, shihni se shumë thinje. Nuk e di se sa do ta vëmë, por nuk është se kam kudo, po kam vetëm te kjo pjesa këtu. Por unë nuk e di pse hap gjithmonë atë, se aty i kam. Këtej s'kam shumë, mund të kem 1-2-3 qime, fije. Por nuk e di çfarë do bëj tani. Çfarë ngjyre ti lyej, mos i lyej, se unë i lyej vetëm me shampollor, nuk përdor bojë. Nëse do thoni për shembull të ka dalë kaq shpejt nga boja ose kështu, jo, nuk është e vërtet, se unë me bojë mund t'i kem blyer në total 2 herë.
flokët, ndërsa gjithkohës pastaj me shampo kolor, edhe nuk e di nëse ndikon shampo kolor, por unë e kam gjenetike. Mami im gjithashtu, nga nëna jo, nga gjyshi im, gjyshi nga mami, gjyshi nga babi, të gjithë. Po nëna ime jo, nëna ime ka shumë të zeza, madje edhe tani që është 80 ca vjeç, gjysmë e flokët e ka të zi. Kështu që unë ka ngjarë nga mami, nga gjyshi, kështu që thinjemi shpejt. Po çfarë të bëj? Pjesë e jetës është, mua më pëlqejnë. Duke lezetshëm aty. Po t'ishte për mua do t'i kisha hequr thjesht, dukesh sikur jem më e madhe, se 30 vjeç jam, kështu që duhet t'i gjejmë një gjë këtyre. Nejse, të lëm llogjet, të mbledh këto gjëra t'i kem në shtëpi. Edhe sot i vi është pushim dhe është plani që ne të dy është plani që ne të dy bashkë me Mikin të shkonim për të ngrënë një mëngjes. Por Oki nuk do ta çoj sot në Kopër sepse sot është ja kështu përfiton Oki që shkon në Kopësht, të thonë ju pse nuk e çon. Nuk është se janë në një wow atje te Kopshti dhe thua ua çfarë po humbet. Dhe sot do shko shumë e keq, është si dimër, si dhjetor, nuk e di. Shi, erë, gjitha ftohtë, kështu që nuk do ta çoj se sigur do ta nxjerrin jashtë, se nxjerrin këtu i nxjerrin çdo lloj kushte atmosferike, kështu që nuk kam ndërmend që ta çoj se di që do të më aftohin. Edhe nuk e çoj fare. Edhe do rrim me ne, do parazitoj me ne aty në shtëpi. Edhe do ikim ndoshta për 3 pastaj të ham një mëngjes. Se kështu e kemi lënë planin. Unë njerë do pi një kafe tani që më dalë gjumi, se kanë që dje që vetëm qaj, nuk e di pse. Po zoti më thot një dikush këtë fazat e mia të melankolizmit. Ndoshta kemi nevojë për pushime? Jo, se s'kemi shumë qefi të ka pushime. Ndoshta unë po flakem. Më thot dikush nëse ka informacione pse më ndodhin të gjitha këto. Përshaka se e normale, së të mos kur je mami njëherë që ke ato. Edhe gjatë gjithë ditës dje për shumë ishte një ditë shumë e lodhshme, edhe kishte një 2 sekuenca që mund t'i ngrija zërin, nga që isha shumë e lodhur dhe ata, unë sa pastroja ata bëni vetëm pis, unë s'kisha pikën e fuqis, po ndërkohë do pastroja, do punoja se nuk e shoh do të shpina ashtu, ndërkohë dreka, ushqime, butallëqe, merru me video, më the thash, edhe me mësimet e tyre, se ka dhe mësime. Edhe i ngrita 1-2 herë zërin, edhe ndoshta janë këto, e keni parasysh këto mom guilty, këto ndjesitë e vogla të mamit të fajit, ndjesitë e fajit që babo pse i bërtite, pse i the, si janë ato rillat që tallen që tani që i bërtita fëmijës tim dhe nuk jam e sigurt qofse i shkatrova fëmijërin për gjithmonë. Kaq tragjike nuk është, po këto mendojmë në kokë. Nejse. Nga puna, gjysma tim lodhon se aq ishin ato. Si përfundim dolëm. Vesh një plus tjetër poshtë kësaj. Edhe tani wow, Bobi Bobi me kosh. Po çon koshin tek vendi sepse ishte dita e këtyre biove. Edhe do ikim në Dodenhof tani, do ham ndonjë mëngjes. Edhe mëngjes, në një brunch, se s'është as lunch as mëngjes, kështu që do ikim. Dhe nuk e di, do shoh ndonjë bluzë nga këto bazike që blej gjithmonë tek New York, që i kam për diçmëri ose kur shkojmë punë të rivoj. Edhe kështu tani. Okay, sorry mami, na. Se lezesh me këto kavalli shumë të shtrenjtë apo do preferoja të kishte edhe një gjë që mbyllet me zinxhir. Thon se cili kësaj kjo që nga shumë e bukur. Kthyem shpinë, i futa unë direkt gatimit me kokë, se doja që kur vinte Kalvi të gjente ushqim gati. Por ne shkuam tek Teka Maxi, shkuam tek New Yorker, shkuam dhe prapë te Teka Maxi, se 2 herë te Teka Maxi. Dhe te Teka Maxi unë bleva këtë çantën. Unë fakt kam shumë çanta sepse më bëjnë shpesh dhurat çanta, plus nga bashkëpunimet e mia kam shumë çanta shumë të mira. Por problemi është që i kam ose të vogla, ose më bezdisin në përmbyllje, gjëra kështu një dua çanta sa më praktike. Mbani mend kam pat një nga Guess që kam përdorur atë derisa i ka dalë shpirti i shkretës, por është shkret kjo. Edhe si ajo doja të blija në fakt, po nuk kishte. Por mora këtë. Nuk e di nëse e njihni këtë markën, nuk e di nëse lexohet Boscha apo Boshka, nuk jam shumë e sigurt, por unë mbaj mend që kur kisha atë faqen që shisja këto produktet, kisha edhe si këto çanta dhe kanë cilësi shumë të mirë. Unë e mora 40 nga 90, është e zezë. Shihet, do me thënë. Po, që më pëlqeu mua është që ka shumë hapësirë, duke qenë këto nuk jeve në shkollë, të i heq këto.
Dhe më duhet kështu për të futur laptopin dhe gjërat, por ajo që më pëlqeu mua ishte kjo pjesa metalike këtu, jo metalike, por kjo pjesa që ka si nuk e di, një shiri të hekuri në mënyrë që të rrisë si stabile. Brenda ka shumë hapësirë, shumë e bukur, materialin ka shumë të mirë, kjo realisht e ka shumë të mirë. Edhe ajo vajzë që e ka bler dikur më tha që i ka pëlqyer ekstrem dhe e ka mbajt me vite radhë. Dhe ka këto xhepat shumë praktik, edhe këtë këtu që unë fut në ansore në një çelës, në një gjë që ta kap kështu. Mos i vini re dhomën sepse është shumë rëmuj, se prandaj kam ardhur këtu lart që të rregulloj dhomën, sepse do heq të gjitha gjërat. Për tem tjetër kjo do t'u tregoj pastaj. Na shitur një trëndafili verdhë ka ikur sipër. Ta shkoj ta si ta fus tek lulet e mia. Wow, është bërë që gjatë sa ka ikë sipër pemës. Pema është shumë e gjatë. Tani, kjo si sa është shumë e bukur edhe mora 40, më pëlqeu shumë, ka material shumë të butë, nuk e di se duket këtu, por dhe çfarë ishte tjetër që më pëlqeu ishin fakti këtyre ekrave, duke qenë se unë fëmijët i kam ende të vegjël edhe marr non stop gjëra me vete, përveç veshjeve shtesë që i marr se jam njëri fiksuar nëse mbël me djers, pis jo, se për pis nuk e kam fare problem, po e kam thjesht për djersën. Dhe i marr. Tani, shkuam tek New Yorker. Pëlqeu dhe një tjetër, ishte shumë e bukur, ajo ishte si vishnje dhe ajo më pëlqeu shumë, dhe një tjetër bazike e zezë, edhe ajo ishte shumë e bukur. Fakt doja të merrja dy, pastaj thash po jo, më mirë këto ta kem dhe për shkollë dhe për kur dalim me fëmijët. Tani, mora këto bluzat e lezetshme, kështu kjo është ja 4 tek New Yorker, materialin këto e kanë si të gomuar me pak pambukur, shumë e bukur. Pastaj mora një bluzë tjetër që nuk është shumë për përditshmëri, se e bukur që është kështu e kuqe. Kuqja është ngjyra e preferuar, më shkon shumë, nga që unë jam bardhoshe, pak më shumë mendoj unë se më shkon, edhe kam flokët e zeza dhe më shkon ngjyra e kuqe. Edhe kjo ishte me këto mëngët kështu si Tilly Hall, edhe vjen me këto rrudhat që ju e dini tashmë që i preferoj. Nuk i preferoj shumë këto që janë si body poshtë që mbyllen me kopsa ose me ngjica, e kam shumë bezdi, po thash hajt po e marr se shumë e bukur për ndonjë rast. Nuk e di ku do t'i vesh, po nejse. Tani, ose për dishmëri, nuk është një gjë, wow, thjesht kështë e kuqe bie shumë në sy. Tani kam marrë këtë kostumin me këto pantallonat këtu që më pëlqeu shumë. Edhe këto pantallonat bëhen kështu, domethënë paloset kjo dysh, edhe i kam shumë qejf këto kostumet, jo vetëm për shtëpi, por edhe në punë, se për shembull unë në punë duhet të jem sa më praktike veshur, duke qenë se gjithkohës jam në kontakt me fëmijët, edhe më duhet të lëviz. Edhe e mora këto se i kam parë tek Wendy kishte bler ngjyrë roz, më pëlqeu dhe roza dhe gria, e kam vesh për sprafti këtë, po, se provova një bluzë dhe vesh për sprafti, bravo Claudia. Dhe si thash e pashte Wendy dhe Wendy kishte roz, po unë s'doja ta merrja roz se me fëmijën në shtëpi e keni parasysh që ta bëjnë qelbur, të paktën kjo nuk duket direkt njolla dhe nuk detyrohesh ta heqësh në sekond. Kështu që unë e mora këtë ngjyrë, nuk ishte të zezë, do ta merrja të zezë, por ishte kjo bluja si në gri e errët, si ngjyrë miu dhe gria, roza dhe duke ishte kafe, po kafe s'kishte bluzë. Po kafe nuk ishte preferoj shumë si ngjyrë. Pastaj mora edhe këtë që një zot e di se si e kam kap këtu që s'po e hap. Kjo është ajo vishnje që ju tregova, jo vishnje, ngjyrë tu do e heq këto on. Me këtë jakën. Kështu i provova në fakt se doja të dija nëse ishte shumë e hapur, po jo ishte perfekt. U pendova pa që ka marrë mëja, sepse unë jam small edhe mund t'i vesh sipër edhe ekstra small, po problemi është se tash ti kisha pak pasi lahen këto ngushtohen, por ishin goxha e ndjeja këtu i kisha të lira dhe i kisha goxha të gjata. Gjithsesi s'ka problem, janë okay, se si thash unë blej vetëm bluza ti kem në përditshmëri kur dal çoj fëmijët, edhe në punë, se unë vishem shumë thjesht. Në çdo vend vishem thjesht unë, po sidomos përditshmëri. Ishte këto bluzat ishin 8, pantallonat ishin 15, domethënë 15 ato dhe një 8 bluza. Mos gaboj, ose 9 bluza, po, paka shumë. Këto të teka maksi vajtën 9 ishte kjo e kuqja, 10 gati, kështu ishte kjo e kuqja. Do me thënë, tek vajtën diku tek 60 euro, ato nuk jam shumë e sigurt. Diku tek 60 euro, ndërsa të teka maksi, këtë si që u tregova 40, dhe ajo bluz, as është bluz, tamam, as bluz, as këmish, po është nga këtë të lezetshme dhe u tregoj pastaj ngjyrë e shile, më pëlqeu shumë. Pash disa atje, po s'ishin gjë, kjo ishte shumë e bukur dhe ishte vetëm 14 euro, 15 euro, diçka e tillë. Jo 14 se 30 cent bëri qesja. Tani, unë do sistemoj këtu sepse është kaos. Rrobat janë rregull atje, po këtu. I kam nxjerr këtu sepse ju thash bëra atë kursin, edhe kisha 3 vajzat mrekullueshme, kisha 4 në fakt për grupin e parë, por një vajzë ju duhet që të hiqte dorë në momentin e fundit, sepse nuk arrinte do të kapte oraret.
Kështu që, po, dhe mendova që gjithashtu do t'ja shes një vajze që bëri kursin, gjitha gjërat e mia, se unë i thash që nuk mundem më që ta vazhdoj dhe në fakt po ndihem shumë keq tani që po i paketoj, sikur miku bebja ime vogël, sikur humba një bebe të vogël, kështu më ngjan, nga që e kam bërë me shumë pasion, me thënë të drejtën, për disa arsye të caktuara më humbi pasioni, më iku pasioni, më iku dëshira që të merresha më dhe të krijoja. Ndoshta lidhur këtu edhe faktin që nuk kisha më kohë, edhe përderisa nuk kisha kohë, nuk po më jepnin më kënaqësi gjërat, po i bëja shpejt, as nuk postoja më atje tek faqa, sado nuk postoja faqa kishte goxha shikueshmëri edhe pse unë nuk futesha pothuajse kur, madje edhe mesazhet e njerëzve i shihja me vonesë. Por që po erdhi momenti që do dhe normalisht unë i kam bler, më kanë kushtuar goxha, por vendosa injoroj një bluzën që ti shes domethënë shumë lirë, sepse siç thash nuk dua më që të merrem fare dhe doja që njeriu që ti merrte, ti gëzonte, edhe ti hyni vërtet në punë, edhe unë të ndihesha mirë që po një person vërtet ju deshen dhe vërtet po nis diçka të vogël për veten e vet, sepse është vërtet shumë gjë e bukur për ta bërë, edhe unë thash e kam bërë me shumë kënaqësi deri në far pike sa mu bë lodhi edhe për shumë rrethana të tjera që ndjesi që më sillte faqe. Gjithsesi, nuk dua të ndalem këtu. Do merre me vrap, kam marrë 2 kartona dhe i paketoj mirë edhe bukur dhe gjitha gjërat e tjera që unë kam këtu sepse kam shumë gjëra. Ne tash jemi pak më vonë, pasi të kem mbaruar ato pakot se duhet nxitoj sepse pak më vonë kam dhe mbledhjen te puna, kam marrë një kafe këtu që do e pi të ftohtë. Kam dhe mbledhjen siç thash te puna sepse është e martë sot. Edhe pastaj kam detyrat e Kajit që do ndihmoj Kajin domethënë me detyrat, është një ditë